Pa punë dhe pa ushqim, si veproi aktoria Julia Iliriani përballë vajzës dhe skamjes në Amerikë. Aktoria Julia Iliriani ka qenë e ftuar në një emision në daljen e saj të parë televizive që pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, ajo ka folur për gjithë procesin duke falenderuar të gjithë ata që e votuan. Megjithatë, gjatë intervistës, një moment emocionues ishte ai kur Julia u përlot teksa kujtoi një nga fragmentet e punës në Amerikë si pastruese dhe një ditë kur u friksua për të ardhmen e saj. I thash Rene, i thash vajzës, bobo, ngelëm pa punë, s'kemi ku ham, ka treguar Julia. Më pas, shtoi se përgjigja e vajzës ishte: mos u mërzit, se unë ha në drek në shkollë, gjysmën e ushqimit dhe gjysmën do ta sjell ty. Julia për publikun u bë e njohur për paraqitjen e saj në Big Brother VIP Albania 3, ku fituese u shpall Egla Ceno. Në zgjedhjet e 2025-s ajo garoi si kandidate për deputete në Partinë Demokratike, ku mori vetëm 384 vota. Sido që të jetë, Julia vazhdon të merret me angazhimet në film dhe në teatr.